Ai I cili nuk ka frikë Allahun, ajo zemër është e zbrazët. Une nuk e ngriti dorën që të vras ty. Për çfarë arsye? Dëgjon hutbe, dëgjon këshilla, dëgjon mesazhe dhe del prej xhamie me zemër të zbrazët, sikur nuk ka ndodhur asgjë, as fjala e Allahut nuk I lem për shtypje. O ti I cili nuk ki frikë Allahun, o ti I cili nuk ki frikë zjarin e xhehenemit, provoje zjarin e dunjas. Nëse nuk e përballon zjarin e dunjas, a do ta përbalosh zjarin e xhehenemit? Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Falënderimi takon Allahut subhanahu wa ta'ala, ata e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes Tij, shokëve të Tij dhe gjithë atyre që e pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, besimtari në jetën e tij gjatë gjithë jetës ecë ndërmjet frikës edhe shpresës, ndërmjet frikës ndaj Allahut Azza wa Jall dhe shpresës në faljen e Allahut Azza wa Jall. Dhe besimtari çdo ibadet që e ban gjatë gjithë jetës së tij, adhurimet e tij janë patjetër me frikë ndaj Allahut, me shpresë ndaj Allahut dhe me dashuri ndaj Allahut Azza wa Jall. Këto tri shtylla, këto tri komponente duhet ta përbëjnë çdo ndjenjën, bindjen, besimin e besimtarit në ibadetet e tij. Mirë po, sa prej njerëzve apo sa nga ne jemi ata të cilët kemi frikë Allahun Azza wa Jall e nuk kemi frikë dikan tjetër. Sa prej njerëzve ndoshta kanë frikë prej dikujt nga mesi I tyre, ndoshta kanë frikë nga ndonjë hasëm, ndoshta kanë frikë nga ndonjë zullumqtar, ndoshta kanë frikë nga dënimet e shtetit, ndoshta kanë frikë nga kamerat të cilat nëse hyjnë në funksion, dënimet do të jenë të mëdha. Dhe çdo herë njeriu që ka frikë nga një gjë, sikur ndalet, sikur pengohet, sikur ruhet. Mirë po, a jemi ne ata që ndalemi në kufit e Allahut Azza wa Jall, duke e ditur që Allahu na sheh neve, duke e ditur që me lajket I regjistrojnë gjitha veprat tona, duke e ditur që për çdo gjë do t'japim llogari para Allahut Azza wa Jall. Tha Allahu në Kur'an: "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Mos keni frikë prej tyre, mos u frigo prej asnjë gjëje, mos u frigo prej asnjë njeriu, mos u frigo prej asnjë lloj dënimi, mos ki frikë prej tjerëve, ki frikë nga Allahu Azza wa Jall. In kuntum mu'minin, nëse në të vërtet ju jeni musliman. Ai I cili është musliman I vërtet, ai ka frikë Allahun Azza wa Jall, vetëm Allahun Azza wa Jall. Dhe frika ndaj Allahut Azza wa Jall atë e mbron, atë e ruan. Dhe çdo herë që e merr një hap për t'i kaluar kufit Allahut Azza wa Jall, frika ndaj Allahut e ndal atë.
Frika ndaj Allahut e pengon atë. Dhe kështu ndodhi me dy djemt të Ademit a.s. të njohur si Habili dhe Kabili, që në histori njihet që Habili ishte matrim, ishte më i fuqishëm, megjithatë në përplasjen e tyre, në kundërshtimin e tyre, Kabili tha vëllaut të tij, unë do të vras ty, unë do të mbyti ty. Habili ju përgjigj me fjalët që Allahu Azza wa Jall i regjistroi në Kur'an dhe tha: "La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadi ilayka liaqtulak." Nëse ti vëlla e ngrit dorën që të më vrasësh mua, unë nuk e ngriti dorën që të vras ty. Për çfarë arsye? Inni akhafu Allaha Rabbal Alamin. Unë kam frikë Allahun Azza wa Jall, Zotin e botrave. Ne ndalemi, ne pengohemi, ne ndalim vetveten në harame, në gjunahe, në kalim të kufive. Por çfarë arsye? Jo që ndonjëherë ndoshta nuk kemi fuqi, jo që ndoshta nuk kemi mundësi, jo që ndoshta epshi apo endja nuk e don, mirë po, ajo e cila e ndal besimtarin është frika ndaj Allahut Azza wa Jall. Dhe kështu ka ndodhur gjatë gjithë historisë me njerëzit më të mirë, të cilët kanë pas frikë Allahun Azza wa Jall. Kështu ndodhi edhe me një muslimane të thjeshtë, me një vajzë të bekuar të devotshme, e cila në kohën e Omer bin Khattabit radiallahu anhu, Omeri kishte dal natën si halife i muslimanve që ta sheh gjendjen e tyre se çka po ndodh në vendin e tyre. Duke kaluar rrugës pas perdes e dëgjon bisedën e një vajze dhe një nane. Nana i thot vajzës: "Bane gati qumshtin dhe hodhi pak ujë që nesër ma shumë qumsht, ma shumë do të shesim, ma shumë do të fitojmë." Vajza i thot nanës: "Si do ta përzijej unë qumshtin me ujë kur Omer bin Khattabi, halifja i muslimanëve, ka ndaluar një gjë të tillë? Mos bëhet mashtrime në tregti." I tha nana vajzës: "Po ku e di Omer ibn Khattabi çka jemi duke bën ne në mesin e natës? Përzije qumshtin." Dhe nuk kuptohet fare. Vajza i tha: "Nuk e di Omer bin Khattabi, mirë po e di Allahu Azza wa Jall, ai i cili na sheh ditën edhe natën, haptas edhe fshetas, e di Allahu Azza wa Jall dhe nuk e pranoj një gjë të tillë." Omeri radiallahu anhu u kthye në shtëpi, ju drejtua djalit të tij Asimit, duke i thënë: "Ta kam gjetë një vajzë më të mirë për martesë." Cila është ajo? Një vajzë thjesht e cila ka frikë Allahun Azza wa Jall. E martoi Omeri djalin e tij Asimin me këtë vajzë të devotshme, nga të cilët Allahu Azza wa Jall u dha një vajzë. Atë vajzë e martuan me një njeri të quajtur Abdul Aziz. Nga ajo martesë lindi një burr i madh, një trim i madh, një udhëhec i madh i gjithë historisë islame, i cili quhet Omer bin Abdul Azizi, një halife i madh i muslimanëve. Nga këto martesa të devotshme, nga njerëzit që kanë frikë Allahun Azza wa Jall. Dhe kështu ka qenë gjendja e besimtarve të mirë çdo herë kur ata kanë pas frikë Allahun Azza wa Jall. Dhe i riu sot dhe e reja sot dhe secili prej nesh si musliman duhet të ketë frikë Allahun Azza wa Jall, që të ketë ndryshim dhe të ketë ndikim në zemrën e tij edhe fjala Allahut Azza wa Jall. A keni vërejt sa herë ndodh që njeriu dëgjon fjalët e Allahut, dëgjon fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, arrin në xhuma, dëgjon hutbe, dëgjon këshilla, dëgjon mesazhe dhe del prej xhamie me zemër të zbrazët, sikur nuk ka ndodhur asgjë, as një fjalë, as fjala e Allahut nuk i lëm për shtypje. Por çfarë arsye? Nga se në atë zemër nuk ka frikë të Allahut Azza wa Jall. Tha Allahu Azza wa Jall: "Se yadhakkaru men yakhsha", do të përkujtohet,
do të vetëdisohet, do të ndryshohet ai i cili ka frikë Allahun. E ai i cili nuk ka frikë Allahun, të gjitha këto fjalë janë boshe, del prej xhamie dhe kthehet xhuman e ardhshme pa asnjë lloj ndikimi dhe pa asnjë lloj ndryshimi. E sheh që kalon koha, vjen ikindia dhe e lë namazin, vjen akşami dhe e lë namazin, nuk ka frikë Allahun azza wa jall. Niset për në bastore, niset për në kazino, niset për në harame, i kalon kufit Allahut azza wa jall. Për çfarë arsye? Për shkak se nuk ka frikë Allahun azza wa jall. Tha Fudail ibn Iyadi rahimullah, ai i cili ka frikë Allahun, frika ndaj Allahut do ta udhëzon në çdo vepër e cila është e mirë. Ai i cili nuk ka frikë Allahun, ajo zemër është e zbrazët, ajo zemër është e vdekur, nuk ndikon asgjë. Andaj besimtari këtë cilësi, këtë ibadet duhet ta ringjall, duhet ta kultivon në zemrën e tij në mënyrë që të ndryshon jeta e tij. Besimtari duhet të ketë frikë Allahun azza wa jall dhe duhet ta merr kërcënimin e Allahut serioz. Duhet ta merr kërcënimin e Allahut serioz. Nuk bëhet fjalë për dënimin e shtetit, nuk bëhet fjalë për një dënim me pagesë i cili të vjen te dera, as nuk bëhet fjalë për një vit burg, as 2 vite, as 3 vite. Bëhet fjalë për dënimin e Allahut azza wa jall i cili është xhehenemi. Dhe këtë dënim besimtari duhet ta merr serioz. Tha Allahu azza wa jall, ja ejuhalladhina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. O ju musliman, rujeni veten dhe familjen tuaj nga zjarri i xhehenemit. Ruje veten nga zjarri i xhehenemit. Nuk është loj, nuk është hajgare, nuk është talje, nuk janë muhabete tonat, nuk janë pralla, nuk janë fantazma, janë gjëra të vërteta të cilat do të ndodhin dhe do t'i shohim ne me sytë tanë, do të ndodhin pasha Allahun dhe këta Allahu e ka garantuar. Mirë po zjarri i xhehenemit nuk është si zjarri i dunjas, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, 70 herë ma i nxehtë se zjarri i dunjas. O ti i cili nuk ki frikë Allahun, o ti i cili nuk ki frikë zjarrin e xhehenemit, o ti i cili ki guxim të dalësh para Allahut azza wa jall në gjendje që i ke kaluar kufit Allahut, provoje zjarrin e dunjas. Sot, kur dalësh prej xhamie, shko dhe provoje zjarrin e dunjas. Nëse e përballon atë, atëherë vazhdo. Nëse nuk e përballon zjarrin e dunjas, a do ta përballosh zjarrin e xhehenemit? Besimtari duhet të ketë frikë Allahun azza wa jall. Kërcënimin Allahut duhet ta merr serioz. E nëse ka frikë Allahun azza wa jall, shpëtimi i tij është në dunja, shpëtimi i tij është edhe në ahiret. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Allahu azza wa jall ka thënë në një hadith kudsi, pasha krenarin time dhe pasha madhërin time nuk i bashkoj në një njeri 2 frika dhe 2 siguri. Tha Allahu azza wa jall, ai i cili më ka frikë në dunja nuk do të ketë frikë në ahiret. Ai i cili nuk ka frikë në dunja do të ketë frikë në ahiret. Andaj besimtari duhet të ketë kujdes që të ruhet në jetën e tij dhe ta shton frikën ndaj Allahut në zemrën e tij, e kështu të del para Allahut azza wa jall në ditën e gjykimit. Ata të cilët kanë frikë Allahun azza wa jall në ditën e gjykimit do të jenë në hijen e Allahut në atë ditë që nuk ka hije tjetër. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, 7 grupe do të jenë në hijen e Allahut në atë ditë që nuk ka hije, në hijen e arshit të Allahut. Një prej tyre, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe ai i ri të cilin e ka thirr një grua e bukur dhe me nivel të lartë për në zina, për t'i kaluar kufit Allahut, dhe ai thot, inni akhafu Allah rabbel alamin. Jo, une nuk i përgjigjem haramit, une nuk i kaloj kufit. Për çfarë arsye?
unë kam frikë Allahun azza wa jall. Tha Allahu, radiyallahu anhum wa radu an. Allahu është i kënaqur me këta njerëz janë të kënaqur me Allahun. Kush janë këta? Dhalika liman khashiya rabbah. Këta janë ata që kanë pas frikë Allahun azza wa jall. Ne lusim Allahun azza wa jall, Allahu të na shton frikën ndaj tij në zemrat tona. Allahu të na shton dashurinë ndaj tij në zemrat tona. Allahu të na shton shpresën ndaj Allahut azza wa jall në zemrat tona. Lusim Allahun azza wa jall, Allahu të na bën prej atyre që ruhemi dhe nuk i kalojmë kufit Allahut. Allahu të na bën prej atyre që mbrohemi nga gjunahet në Allahut. Lusim Allahun azza wa jall, Allahu imanin ton të na shton. Në këtë din Allahu të na forcon. Gjunahet tona të na i fal dhe të na i pastron. Lusim Allahun azza wa jall, muslimanët kudo që janë, Allahu t'i ndihmon. Gjendjen e tyre Allahu ta lehtëson. Të varfërit tan Allahu t'i pasuron. Të sëmurët tan Allahu t'i shëron. Të vdekurit tan Allahu t'i mëshiron. Lusim Allahun azza wa jall, nga dënimi i tij të na shpëton, në Jannatul Firdaus të na bashkon. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.